Në Shkup kanë arritur vëzhguesit e parë të Odirit për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që do të mbahen më 13 dhe më 27 prill. Ndërsa partitë politike po bëhen gati për fushatën zgjedhore, shefi i misionit të vëzhguesve të Odirit Gert Arens tha se vëzhguesve nuk u intereson rezultati i zgjedhjeve, por mbarvajtja e procesit. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë atje, Isak Ramadani. Vëzhguesit e huaj filluan të vinë në Maqedoni për zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare. Diplomati i njohur gjerman, ambasadori Gert Arens, do të jetë në krye të misionit të zyrës për institucione demokratike dhe të drejtat e njerëzit, ODIR, pranë OSBE-s. Ata e shoqërojnë 11 ekspert të vendosur në Shkup dhe 20 vëzhgues afatgjatë të shpërndarë në për të gjitha zonat zgjedhore të Maqedonisë. Pak mbi 300 do të jetë numri i përgjithshëm i vëzhguesve të Odirit. Zoti Arens tha se pjesëtarët e misionit do të vëzhgojnë nga afër regjistrimin e kandidatëve, veprimtarinë në fushat, punën e administratës zgjedhore dhe të organeve të larta qeveritare, si dhe legjislacionin zgjedhor dhe zbatimin e tij. Po ashtu edhe mjetet e informimit dhe zgjidhja eventuale e mosmarrveshjeve lidhur me procesin bie në kuadër të misionit të Odirit. Vëzhguesit do të kenë takime me palët pjesëmarrëse në zgjedhje, me autoritetet shtetërore, me shoqërinë civile, përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar dhe me pjesëtarë të medias. Një ditë pas zgjedhjeve, vëzhguesit do të bëjnë një deklaratë lidhur me rezultatet paraprake, ndërkohë që raporti përfundimtar mbi vëzhgimin e procesit do të bëhet publik 8 javë pas zgjedhjeve. Ambasadori Arens, duke folur për numrin e lartë të votuesve të regjistruar, tha mes tjerash se vendi nuk ka bërë censusin për të parë se sa është numri i popullatës që jeton në vend, por se do të vëzhgojnë me kujdes këtë aspekt dhe për të parë gjithashtu shkallën e besueshmërisë së votuesve tek regjistri zgjedhor. Maqedonia me rreth 2 milion banor ka afër 1.800.000 votues të regjistruar. Ndërkohë deri tash në garën për zgjedhjet presidenciale janë paraqitur 4 kandidatë. Gjorgje Ivanov nga radhët e VMRO-s garon për një mandat të dytë. Stevo Pendarovski, një pedagog universiteti dhe ish këshilltar në kabinetet e presidentëve Trajkovski dhe Cervenkovski, është i kandiduar nga lidhja social-demokrate e opozitës. Ilas Halimi është kandidat i Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës dhe Zoran Popovski i një partie të re të quajtur Ngrom. Sa i përket zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat do të mbahen më 27 prill së bashku me balotazhin e zgjedhjeve presidenciale, nëse nuk ka një fitues në presidencialet e 13 prillit, analistët mendojnë se nuk bëhen për të mirën e qytetarëve as ekonominë e vendit apo zgjidhjen e mosmarrveshjeve politike, qofshin ato të jashtme apo të brendshme. Madje analistët mendojnë se zgjedhjet e parakohshme vetëm se do të zvarrisin proceset e drejt integrimeve euroatlantike të Maqedonisë. Që prej vitit 2006, kur VMRO-DPMN erdhi në pushtet, këto do të jenë zgjedhjet e treta të parakohshme parlamentare. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.